Edisona, çfarë të dhënash të tjera ke mundur të sigurosh? Po, Kassandra, në këto momente ndodhet në pranë ambienteve të Fakultetit të Shkencave të Edukimit të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit të prokurori i çështjes Xhelian Seperi, i cili ka dërguar urdhër arrestet pranë gjykatës dhe ka qenë gjyqtari Xhulian Pasha, i cili ka vendosur masën e detyrimit të paraqitjes për të paktën 7 pedagogë, mbi të cilët rëndon akuza e korrupsionit pasiv dhe aktiv. Aktualisht në këto momente në udhëheqjen e prokurorit të çështjes, specialistët e policisë Elbasanit ndodhen në ambientet e brendshme të fakultetit, nga ku po bëjnë të mundur marrjen e të gjitha materialeve të cilat do të ndihmojnë në zbardhjen e akuzave të ngritura për të paktën 7 pedagogë, të cilët janë Zyra Gripshi, Ornela Bilali, Adrian Shingjergji, Beatrice Gani, Edira Gugu, Florinda Tarusha dhe Monika Hodaj. Janë të paktën 7 pedagogë, të cilët tashmë është marrë edhe masa e pezullimit nga detyra për të 7 këta persona. Dhe, siç e thash edhe pak më sipër, aktualisht, pasi është njoftuar dhe pasi ka dalë masa e arrestit nga prokuroria e Elbasanit, këta persona janë pezulluar nga detyra. Edhe gjykata në fakt ka vendosur edhe masën e detyrimit të paraqitjes për të 7 këta pedagogë, të cilët tashmë nuk do të kenë mundësi ta ushtrojnë detyrën që pjesa më e madhe e tyre e ka mbajtur për shumë vite. Vijojnë në fakt hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, e cila mund të citohet si një ndër ngjarjet më të rëndësishme, e cila ka përfshirë sistemin arsimor të paktën në qarkun e Elbasanit. Duke qenë se Universiteti Aleksandër Xhuvani është i vetmi universitet në qarkun e Elbasanit, edhe rëndësia e kësaj ngjarjeje padyshim që është shumë e madhe. Në përfundim të mbledhjes së provave, ndoshta do të kemi edhe një komunikim me prokurorin e çështjes, i cili, siç e thash edhe pak më sipër, ndodhet personalisht pranë ambienteve të Fakultetit të Shkencave të Edukimit, nga ku po heton të gjitha dosjet për të cilat akuzohen 7 prokurorët, pasi duke qenë se është një numër i konsideruar. Edisona, ndjes që të ndërpres, ti the pak më herët që këta pedagogë janë kallëzuar nga disa studentë. Ke mundur të mësosh diçka më tepër rreth këtij kallëzimi? Deri në këto momente informacionet janë të rezervuara sa i takon akuzave konkrete ndaj pedagogëve, por që deri më tani të paktën bëhet të ditur se kanë qenë pikërisht studentë që kanë akuzuar pranë organeve të drejtësisë pedagogët se ju kërkonin rishfet për të kaluar lëndët që ata jepnin përkatësisht në Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Pra, të 7 pedagogët akuzohen për veprën penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv. Kjo është vepra penale, zyrtarisht të paktën që e kemi nga prokuroria e Elbasanit, por që detajet mbeten për të zbuluar në vijim. Edisona, të falenderoj për të gjitha këto informacione që përcolle.